se po takohemi me misionin Erdhi Antigona. Antigona sot ka ardhur tek një fermer i cili quhet Avdyl Krezio. Saktësisht jemi në fshatin Mleqen. E ky fermeri më konkretisht mirret me kultivimin e arrave. Jemi edhe në kohën kur arrat po kultivohen, se si duhet me u mbjell arra, si duhet me u kujdes për arrat. Mos harrojmë cik se është edhe njërin prej të parët fermer që ka fillu në Kosovë me u mirë me këtë biznes, besa dhe po i mëson fermerët e tjerë se si duhet me u përkujdes për arra, se çfarë vetish ka arra për shëndetin, se si duhet me u rrit arra, a është fitim prurës apo jo si biznes me u marrë me arra, do të na tregoj vetë fermeri. Zotëri Avdyl Krezio është duke punu, e shpresojmë shumë që nuk po i pengojmë gjatë punës të tij, edhe po mundohemi shumë për miqt e mi, për juve shikues të televizionit Arbëria, që t'ju sillim disa informata, se nëse dikush po e ka mendjen për me u marrë me këtë biznes, do të na këshilloj më mirë sot Avdyl Krezio. Përshëndetje për juve. Përshëndetje, mirë sërt. Si e? A je mirë? A je lodh? Jo, nga pak. Sot po i përfundon këtë kultivimin e arrave. Ata vendosi qëto që do? Po. A është mirë, a marrë? Apo ndëgjohet mirë që shto? Të pengum në ashta pak, a? Jo, mirë sërt. Qka i të bu? Jem të bu, dore... Atë një moj me të bu? Po, se jo që kuk i dhe një mbledhse. Por nuk mbledh arra me që të sanë, por të sanë është tira partë. Nuk kohi punëron. Shumë e litë këka si puna, po merë më punë, Avdyl? Po, veç sezonal. Veç sezonal, a? Po. A, një ndosh. Mos mja vojt gojle. Po. Avdyl, apo më tregon që shumë vinde me u marrë me arra? Po, është shumë historinë veti, se kam bëhi rrugtim dikun një 7 vite, Po? për me gjithë këtë varietet. Dikun për 2017-ës, kam hollimtu prej Hungarisë deri në Greqi. Po. Në 2014 i kom pru fidonet e para. 2014. 2014. Ka pas fidonet, po ka pas pej Kalifornisë, ku kushtoj ke një fidon atje $24. Kosta ka qenë shumë e madhe. Deri sa kanë marrë licencën tështë për shërtim, jam gjenerata par e tregut pej të Turqisë e ku. Po. E në Evropë ke dalë për ekstra për arra me marrë informaciona, apo ke migru? Jo, i kumë hullumtu këtë varietet me marrë. I këtë varietet. E pse bashkë me arra? Pse bashkë me arra, se unë kam pas molla, ku e du shumë spërkatje, tregu ka qenë lojal, për farmerët ka qenë shumë e ranë, u kalë që në bishin tokë, qmim nuk ka pas, atër jem fokusu të arroret, kryesisht të arra. Edhe lejthja është e mirë, edhe bademi është e mirë, po në kryesisht kam shku i të arra. E këto fidane që po i shohëm i tash që sa vite? Janë vitin e 11. Vitin e 11. Edhe sa vite mujnë me qenë fitim, mujnë me prodhu frutat të fidane? Që dharë zoti me pasim rëhit deri sa kanë jetë këtë. Apo, pëse edhe sa? Janë mbi 100 vite. Mbi 100 vite? Mbi 100 vite. Tash zote, shola ki patë, me jetu bashkë me këto fidane. Ndoshta nipat apo histranipat. A është edhe kjo ndoshta ideja që e marrë me këto arra për me i lanë si trashëgimi, këto fidane? Fiks. Qka donë me mendu kur ndoshta kur nuk jeti këto mesa dhe një për juve, kur të cilët na për këto toka, qka donë me mendu për juve? A kështë dosh edhe ata me trashëgu këtë biznes? Ata e trashëgujnë, nuk kanë investime. I kanë hazër? I kanë hazër. Edhe e kanë një trashëgimi që dikush për të parë dhe tyne që mund të javlen. Po. Nësë kena mujtë i fabrika mjëllon, një kapital të madhë, pak të në bëli javlen një fidon të arës. Po. Super, super. Edhe nuk e pengon në asni veprën të rritë punës, Po. Qka do që të punon në punë qëtetit,
Po. Mësim dhënës, profesor, doktor shkencë në tjetë, nuk e pengon ata. Po fëmija qysh pe presim në biznesin që Shumë ju mirë, marrë në orë? shumë mirë. Atë kanë thonë mos u ngot me marrë këtë biznes? Jo. A i ke pas përkrojën për familjes? Mas me pas i përkrojën e familjes, veç kishe pas ide dhe ishë mbeti ide në letër, jo në veprem. Po gruja çka tha kur i tregove për këtë biznes? Bashkë mu interesojnë fjallët e grusë, se na përgjithsi gjinia fëmërore i menojnë, apo më shumë sa... Vlazët janë ko veç amujnë me kapë. Duhet një investim, duhet me prit 5 vite, 4-5 vite deri te prodhimi, po tanë që vetë pas vite ngritë për prodhimin, je ma mirë, je ma komod, e din për çka po punon, shpërblet në fund. Edhe pse shumë herë din klima me na qënë tu, me na shti Po fri, si vjetë që shukon? bile ky vetë ka qenë shumë ironik për fermerë. Duke fillu nga fillimi i prillit pat ngrica, jo borë, po pat ngrica. Prodhimin e vjeçit nuk e kemi. Mujna me amenduja po nuk e kemi. Prodhimin e vjeçit nuk e kemi. E kur ka qenë viti ma i suksesshëm sa i përket? Viti ma i suksesshëm ka qenë 2024 edhe 2022. A keni pas shumë... Po, veç e kanë qenë fidonët ma të reja kanë qenë. Edhe pse kanë qenë ma të reja, prap keni pas këtë ma shumë? Ka pas. Se këtë veta kom pak ma të tuna. Se fruta ka pas ma pak, kualitet ke ma të lartë, kualiteti ma i ngritën, ma të mirën, po fruta ka pas ma pak. Po apo të ndihmon ai kush sa i përket komunës këto, apo me fondacione? Që komuna din ku punojmë, vizitas nërësi. Prej Ministrisë Policisë? Viti 11 është prej komunës asë në një vizitë se kemi. Fatkeqësisht. A keni bo ndonjë kërkesë me ju ndihmu? Jo, subvencionet e marë, atë më takojnë, si gjithë fermerët. Po. Kam apliku disa në grande, nuk kam fitu, grande. Nuk kam fitu grande. Arsyet janë ndryshme për një dokument, nuk është një letë njoftim, që sa mund që me dërzu dokumentat për letë njoftim. Njëherë me kanë këthy mbrapa për tukën që se kam në amendame, ku jem shku me dokumenta, kretë tuka ka qenë amendame, na falë se si kem këshyrë në regu. Banë kërkesën, asë të rrështë. Edhe ma nuk aplikoj atë në ngromë. Po që ka bo mundi, a të mendu pastaj të kanu të shpresa të marrë me këtë biznes? Po nuk më nalin ata. S'nalin? Jo, nuk më nalin, se ne kam bitë pasion këtë punë. Qysh kështu të pytë përveç kësaj sfide, cilat kanë qenë sfida tjera që i ki hasë si fermer? Po i kom hasë kretë makinerin është duhet me ble vetë, me financat tona. Sa ka kushtu makinerin? Mbi 200.000 euro. Mbi 200.000? A ke mujtë me nëzirë ato pare? Po i kem nëzirë, se i mas me pa nëzirë, s'kisha mujtë i mi ble. A ke dalë në plus? Po jam plus jam. E po mirë, sa done po marë, po menoj pra me qeni biznes në arë. Jam komod, edhe se cilët fermeri kisha thonë që dojnë me pas tarme në ti në arora. O shekulli arora, fruta arora. O shekulli fruta arora. Se njerëz janë habit mas internetot, mbas punëve tjera, dënë ushqim dorë të thotë. Atëherë janë vetëm frutat arora. Qëka i kisha pa një personi që donë me u marë prej fidanit me mbje larën, edhe cilat janë hapat që të mi pasaj parasysh? Hapat veç mos zhgënjehet. Mos zhgënjehet, se vitin e parë nuk banë fruta. Vitin e dytë banë, po so mirë mi avlan, i do të mi avshkull. Do më thonë, anë i biznes që do të 5 vite me pritë. 4-5 vite. Po jetoni ma gjatë, sigur 4-5 vite. Nuk kom veç jeta ime. Ti duhet me mendu, pritë duhet me mendu dhe për të tjerët. Po, e vërtet. Po që është po të banë më një puna në atyr? Mirë shumë. Mirë shumë. Knashta. Knaqesh? Knashta. Dikun i baj ka 20 kilometra në ditë ecje. Vetëm në natyrë. Po ma herët me qëfar biznesi e marë?
Jam marrë me zdrokëtari. Prap me natyrë. Po, a bet me drëm. Gjithmonë me natyrë. Po, e kam të ndëgjume një frazë, është që personat që punojnë me pemë, bisedojnë me pemë. Po, dhe vërtet. Çka bisedon ti me orrat? Po e një në gjithë e një që ka kërkon. Çka kërkon gjithë zakonisht? Po, ose ka mungesë të ujit, ose ka mungesë ushqimit. Më falë, identiko si kur nuk ushqesh, vrapon, Po, se cilit njef, ose ki nevoj për ujë, po. ose ki nevoj për një pushim, Po e llogaritëm Avdul që na nuk jena këto. po. Çka i kisha thonë kësaj arrës? Hajde një bisedë me arrën kema na i bo. Nuk jena na këto, je veç te edhe arra. E falenderoj për i prodhimin e këtij viti. Pak apo shumë e falenderoj. Se nuk më kanë zgjënjur në projektin tim, afatgjat. Se kjo projekt afatgjat. E qësh po të banë muni, kur dal e ki ditë nashta pak ma ngarkume edhe punon me arra? Qësh të banë muni ty si person? Nina shumë i komod, nina shumë i relaksum. Atë ditë që jam nervoz dal në ara. Edhe heki stresin. Po, E heki stresin. në rregull, atëherë na metën që të ndurën e thash po të një maj, po ti qëndroj fjallës tam pas? Pak ma të forta, do të jenë ma më zorë, do jenë ma të vogla, do jenë ma të mëdhaja. A kupton, i ka ndryshme. Atë ky varietet për se cilin vit i prodhimin veçërit. Shumë Krejt, praktike. po. Krejt mbalët i të verat. E sa unë ndiku mirësh me arra? Për sa orë në ditë, tashtë në vjele kem pak ma pe orës 8 dhe në ora 4-5. Këtyne tjera dhe nuk e kem punë të përditshme hi non-stop në tonë. Po. Nuk e kem. E prej cilës kohë, do me thonë, ja nisë më marrë me arra, prej vitit, do me thonë, Prej shkurtit. prej shkurtit. Fillon krasitja, deri në mars, spërkatja e Po. para. Tanë që fillojnë spërkatjet e dyta mas lullëzimit, gjatë kohës së lullëzimit, kemi një spërkatje, kemi dytën spërkatje për insekticide, për mara po është i diqka insekte. Tanë që vazhdojmë me ujtin prej muajt maj, dikon mesin e muajt maj, edhe vazhdojmë. Muaj maj dhe qershori dhe në ujtje ma pak, se unë lakt prej Po. hitoka lakt. Po. Kurrikun gushtin e kem ma të ngarkum. Gjdo dhe të vetë. Jo çdo ditë, shkojnë çdo 30 ditë i bjen për hektar. E nuk dojnë shumë ujnë qatë kohë. Jo, hinë qatë kohën e kurrikut edhe gushtit dojnë shumë ujë. Se unë fruti i të rrit, i temperaturat janë të larta, Po, ama ka gjë investime kështu po dhe i ka po me bo në të shikoj investime, nuk kom pa kosto, Po. nuk kom pa kosto, po nuk janë kosto që nuk mujmë për me përvallon. A të ka ndodhë nëjherë me pa fëmi të dashmi marë arrat se e moj men ka tunë të na, kena pas njani u mirë ke me vishnje. E qka ka pas hek prej neve fëmive, se gjithë kemi na shku, me thonë ashtë ta kështë ja kem vjedh, po m'jem pak pa lidhje të kamerës. Ama gjithë kemi hitin za ja kem marë vishnjes. Nuk është që ka kushtu shumë, se s'kena marë shumë vishnje. Jam edhe unë asoj gjeneratës, Apo? që kena
marë vishnje, Po. na e kem pas një Unë duket unë jam kanë gjenerata e fundit që i kum shiu kena këto marë, gjana. po kreta janë munges që s'kem pas. Po. Me të regu drejten, që 11 vite mirëna, ende asni njeri, asni fëmi nuk e kam pa mrena plantacion. Edhe pse i kam dikon 8 vena i plantacion. Kam vetëm në fshat këtu, ma shumëti. Asë një arë se kom pa të hi dikush të marrë një arë. E në cilat vendet tjera në qytetet Kosovës, në fshatrat Kosovës, në përgjithësi ju keni? Në përgjithësi s'ka gati vend Kosovës që s'ka të mjellë në ara, që s'kena mjellë, edhe që nuk shkojnë në menaxhem apo në këshilla apo i diçka. E cilat për e në këshillat që po ja u jap? Këshillat e fermerëve janë që mos të spërkatit ma shumë ti, se janë i fermerë të ri. Po. Prej një viti 2, tretin anena e kontrollojnë vetë vetën ata, se i borin këshillat, mbojnë shënime, se kryesisht shënimet janë ato që ta kujtojnë. Qysh e bani këtë punë, se tash më intereson me ditë? Këshillat i bajt kryesisht të fermerët që ka i marrin fidonet të kuna. Po, Se nuk duhi milon largë prodhimit, apo për më kotë të zhgënjym. Edhe ju baj vrejtje. Ka shumë disave dhe ju baj vrejtje. Po do me të pyet qysh erdhe në këtë menaxhem? Qysh erdhe në këtë pikë për menaxhem? Nuk ka e ranë, o shumë e letë, veç atë punën. Se në qofë që një A fermerë... paguesh për këtë menaxhem? Jo. E bën me vetë dëshirë, me vullnet plot? E baj vetëm as me lotë të zhgënjym një fermerë të ri, a për kundra A e ke pas të një person si vetja? Një Jo, aftë, Avdyli i ka i për planit edhe ka shku në Tërqi. I kam përmi 14 rrugë jashtë ambjelljes, jashtë fidonën që im shku i kom për cilë etapë mas etapë. Kom pagu për këthysin, kom pagu hotelin, kom pagu në gjitha atë vetëm për me shku me për cilë prej shartimit deri të prodhimi. E në cilat qytete, në cilat fshatrat Kosovës po ki? Kam ma shumë të pjesën e Kamenicës. Në viti a ki? Kam edhe në viti, kam në shine e Podgore. Vitis dalë më pak prej arraf, so në vitis jam. Të mirë janë. Jo, të mirë për janë Për kufizoj me një fjallë njerës të vitis. Njerës të vitis dhe të Kamenicës ende është. Po lejtë Kamenicë. Jo, s'moj për me anashkallu, janë si kur vitet të 90-ta që shkem qenë të lidhën. Apo? Si shqiptar që shkem qenë vitet të 90-ta, fatë barësisht të pjesa vitis dhe Kamenicës janë njëjtë. Përgjithsi anamorave në apo munduar me i rujtë të tradita në ashtë. E qysh apo të ngojnë fermerët e vitis Kamenicës? Shumë. Apo janë falenderus për punën që po ja bën me vetë dëshirë? Po. E në tjerat fshatrat, cilat fshatra ki Me gjithë jam shokë dhe të e meqë. Apo? Në atë aspektin nuk më thirën veç në kohën e arës, po më thirën edhe jashtë sezonës. Kryesisht e din që dimnit jem pak ma të lirë. Po. Jo për një kafe, Po jo për një cilin fermere kishe përshëndet sot për mes kamerës? Mas të doj sa keqë. Ani, me do i kitu nashta lafët më të mira dhe pëse e din, nashta nuk ju mjejt hatri fermera tjerë. Kam në... Shumë kam. Ki shumë? Një emër? I kam për mini që në gjatë të fermera. Smoj. E prej 160 besë pësëm për veçonja? Smoj. Nashta po i met hatri atina që edhin që kima për hatri. Jo, e din ata i cilë të i flasin i ma shpesh. Në regull atë. Se në kaj vikend he që së më thirin. Po. Se doj disa janë jashtë. Po prej këtyre 160 Që tashti të regoj, pe i kretë gjithë dhe këtyne, e falenderoj Afrim Muslion. Po. Oj pjesës vetijës, e fshatit Remnik. Po. Jetën edhe vepran në Austri, e managjën vetë, prej Austrisë i veturës edhe vjen. Ato më përshëndes, aja dë me shpirt. Me shpirt. Po. Kam të Podgorcit muj Haziri, që në Zvicër, edhe aj vjen veti managjën.
prej Zvicrës. E le punën atje, vjen vikenda, vi për planit, vjen i menaxhon edhe kthehet. Por mas me deshte nuk kisha ardhur. E vërtet, po. Edhe edhe një mesazh shumë tjetër. Që im vjen shumë keq, ndoshta që s'mujmë i përmend shumë tjerë, se krejt janë të mirë, po janë ta dy veçum që dy të vinë edhe menaxhojnë vetë. Tanë që mu më shenë 12 natës mi veturës me shku, nëse ka nevoj, që diçka për ndihmë. Apo më edhe një mesazh shumë të mirë që edhe nëse ki jetë jashtë Kosovës, nëse je mërgjimtar, kam je mërgjimtar pej Kanadës që jo menaxhoj. Prej Kanadës? Pej Kanadës që kanë investu. Jo menaxhoj orrat. E kam edhe një, që thështë njëna mas, edhe pej Kanadës vjen i menaxhon, vjen plakitina në maj, deri në Vjelje, edhe kthehet për Kanadë. Kalon kohë në Kosovë ekstra për ara. Vetëm për ara. Edhe e ka bëjnë me shpirt. Po. Kjo është një mesazh shumë i mirë, Avdel. Luan Hisenaj. E përshëndesim zotëri Luanin. Me 18 udhton për Kanadë, e përshëndesim. E kështu kur po vinë edhe kur ju bëhet koha me shku këtyre fermerëve, çish punish? Qysh me kur po vinë, po punojnë bashkë me juve, kalon kohë me ta, po ç'sh po ndihesh kur po vjen koha? Ja, mirë, kënaqsa. A nuk po mërzitesh që po shkojnë jashtë? Absolutisht. Nashta ma mirë shkon me ne kalo këtu. Të rritë gjeneratat e reja, nuk i kisha tha me dalë jashtë, se sot mujnë me mbjetu dhe këtu. Mos sillen në për rrugë të Evropës, po në sillen se ka hapësin edhe këtu. Ka hapësin këtu. Ka mjaft. Po. Janë ma ofër familjes. Nuk ka veçaj që e gjanë vetën, po është edhe fëmijën e vetë, është edhe vllavin e vetë i për më punu. Kur dele jashtë, ose ka me menu me tërhjek, ose e banë pasiv këto mrana. E unë i fatë barsisht, kom investu vetë, po se kam asnjë jashtë. Se ke asnjë jashtë? A kanë dashtë me dalë jashtë? Kanë pas qef, kanë hy provu. Edhe janë këthy prapë? Po mira. I ke përkrapër me dalë jashtë për me provu? Po. Nuk nëllë asja. E qa kanë thonë kur janë këthy? Që kam thonë që ma mirë këthy se kur jashtë. Qysh ju ka duk jeta atje? Edhe juve qysh ju ka duk? Se në tregove që ke pas mundësi me uthu shumë në Evropë? O jetë eftashme. Jashtë të vizitave që ka i bëjë për punë shtu, që dalë për punë të mija, se jam angazhun për punë të mija, okej. Për me punu asë në satë. Asë në satë. Në halon nuk ka ndodhë një punëtori janë, apo një i familjes që jem këtu të punu, me marë bukën 5 ora më qu, me barë bukën, me shtinë qëndë, me hangër, njërë mash njërëzore. Kom po njerëz që s'ton të rrugës së orë të të hangër bukë, edhe kondicion e shqiptarë. Të mëra. Asë një junin Levize, asë një kompani që shtërë rrugë, a ke mujtë me po në punëtor në Kosovë që hanë bukën së të rrugës. Asë një. Po ne në ndërtim, asë një. Krejtë shkojnë në kuzhina, shkojnë në restorana, onë gjunaf me fy venin e vetë. Onë gjunaf se nuk ka dirë gjoku për me latë tokën të rrinë. O dirë gjoku për me milë tokën. Që mi të regu dikujna të ku je të jetu, për shka o bunë kjo bunë. Për Shqipërat thash, jam i interesu për me investu ande, edhe jemi të investu. Në këtë vjeshtë dhe 24 hektar të reja ngritë. E po të shka ju kështë të ashtë rive për mes kamerës? Për mes i kamerës ka hapsin me punu në Kosovë. Ka hapsin për me punu në Kosovë. E qka po me ndonë, pëse janë të shpërim? Gjdo aspekt. E pëse po me ndonë që është një lloj dëshpërimi në Kosovë, prej anës të rive që po e shojnë? Po ndoshta unë që dëshpërim e ka dhe prindin e vetë, pse ka bo. Se mundet prindi gjitha ty me t'i bo. Prindi din 18 vjetë, ka për detyrë për me të shkollu. Vazhdojnë prapë, dhe ki mbrapa prindin krejt jetën. A jo veç që të shpenzu. Të lom me klubet e natës. Mos të argjojmë parat e klubet e natës, në për klubet për të investojmë.
Sa 2 kafe kushton 100 fidan. Edhe kjo fidan... E mbrana viti, sa kafe i pina? Pim shumë kafe, përgjithësi pim shumë kafe. Po edhe jo pini kafe shumë, besoj. Po pina kafe, po on fjalla që për trit, ka që me dalë më shëtit, me pas gjitha, këtë hymjet, ka janë hymjet. Unë i kam 4 studenta. 2 veç e kanë profundu, jo 4 po 5, faktikisht. Po. Ka orë prej konviktit në kanë ndimu. Edhe o këtuja 5 prapa dje. Edhe me notat mire. Ndashta kjo se këshillat e juve ka qenë... Po aja ka desht punën. Po. Në fëmijët tonë na nuk investojmë. Po flasë për në shtëpinë time. Vllazëve të fëmijëve. Ata nxjerrin vetë vetën. Aja asnjë orë nuk e bën punë të dikush, po e bën të ona. Aja nxjerri vetë vetën, e shkolloni vetë vetën. Edhe e din edhe të kërsimit. Nuk ban jetë të shfrenume. I problemi na e kem që s'di me jetu, ato e kem lirin, po jo me lirit të shfrenume. Se s'mujnë e marrëhim të shfrenume, nuk i mon kontrol, nuk i vetë vetja. Na duhet me koni vetë vetja. Cila ka qenë një fjallë që t'ka metë men e fëmijëve kur jeni konë të punu bashkë? Çka t'ka motivu ty prej anës fëmijëve kur keni punu bashkë? Po. Se si prind besoj që nashta pak jeni keq, tu e po nashta më ftoft fëmijën të punu. Po e menu pak si prind. Mu më ka knoq që kur i kum nishi të bajgarës, fëmijën e me, edhe 10 vjetë mujna me shku, ku dojmë bojmë përshime, edhe punojmë për edhe shkojmë bojmë përshime. Ka e ka bojmë, ka kanë logaritat në, kanë logaritat në këtë. Aja mu më knoqë. Punojmë, po mas që 10 vite, jashtë shtetit mujmë me shku me bo përshime, më shëtit ka të dojmë. Edhe 10 vite. Erdha e ku. Ata janë këtë vëgjët. Sa vjetë kanë qenë fëmija kur keni fillu me punu, se sa po muj me kuptu për Kjo 10 vjetë, 7 vjetë, 10, maj modhi ka pos 10, kur e minë 5, në 5 të ri, ku e mi ka pos 10 vjetë. E maj vogli që ka punu në këto toka? Maj vogli ka qenë që i dikon të 2 vjetë. Edhe a i ka të bashkë Të pakten e ka e keni mollë. Të pakten e mënuhi një kofët vogli me të brunë, ose një shishe ujë. Po. Edhe ajo punë për ta. E sot fëmija... Ajo kulturë tina. Po. Unë, sa ka vlerë, kja ka vlerë vetëm që kam arrit punën e kanë së cilin dorë. Për e punëtorit kur do më s'ki. E vërtet. Qka janë bërshlit e ta, janë bërshlit që nështë janë largë shokëve që s'kanë lujt me top, s'kanë pas ku. Nështë jam largë asajna, po kanë fitu këtë pjesën tjetër. Po dhe për ndryshe prej fëmijëve tjerë ndoshta edhe dallohen që janë ma të respektueshëm. Se besoj që kua shkolla në Qergashi, mundi me shku me vetë, tregojnë për fëmijët tonë. Tregojnë, folin fjalë të mira. Edhe mendoj që shumë... Kanë qenë në zoncat ma dallum, ma disciplinum. Po. Jo hudhjen betorinave, jo gjithçka. Do me thonë jo veç një qërë dhe mundet me eduku një fëmijë, mundet edhe pjesa toka, punimi tokës mundet me eduku një fëmijë. Asnjëherë nuk ka ndodhur me urnu fëmijën, me thonë bane këtë punë, s'ki qare me bo, pa. Po. Asnjëherë. Po krejt e bëjnë prej vullnetin. Po. Kur e shenë mosh teme, në 55 vjetë, gërbavna, shkngoj, ngaj, pse i zjen. Gjitha kushtet i kanë. Gjitha kushtet i kanë. Ndashta dhe ndosh m'ju falenderu këtyre fidanave, kësaj punës tarave, tokave. Jo, kur o qëllimi mirë. Qëllimi mirë. Për një arritje të ardhmës, o e letë. Atëherë ki përkrojnë e gjithëve. E një pyetje kështu moshatarët e fëmijëve to, a janë aq suksesshëm sa janë fëmija ju? Ka.
Po menoj që nuk janë marrë me punimin arab. Jo, fjen atë aspekt jo. Po ka që janë punëtor shumë. Kanë që të punu shumë. Po se ka për kryen e prindit, ose të financa, blavët që ka jashtë, tash edhe aja të ndikon. Po ka edhe shumë përmerve që këm dimu. Ju këm dimu, këm bon rata, këm bon pritje, e këm motivu, ka pas që po s'ka pas kapacitet. Për të njënës arsyje, ja këm kriju mundësit. Apo na tregon vitin që e pas ma të vështirë për me imbulu investimet që i ke bo në këto pitone? Dhe në 2022, pej 2014. Po si person që shë në ato vite kër s'ke pas pitime dhe pse e kanë të punu shumë? Këm shku me sakrifica. Me sakrifica po i dërzu mas njerë. A të kanë po nëjherë familja, kojshia të nervozum, se po duke shumë i hereshëm? Unë s'ku mujtë asë njëherë me hi nervoz në shpitame. Asë njëherë. Edhe pse më ko hi nervoz, pe marrë për shemë që në Malishep pëjtëm një kafe, më bo nervoz, po ko i marrë në shpi më ko shumë i qitë. Shumë i qitë. Nuk e ke për cilat energjinë që e ke pas? Edhe jam 1.000.000% që do të prind ta kenë njëjtën veti. Nështë e më ko nervoz, i marrë në shpi, e kom gjetë arsye, në kom lujt me fëmi, jëm shkaravit, jëm përla me ta, e kom bo humor, veç mos me kuptu e tjetërit që kam. Rregull Avdol, sot na i dhe disa këshilla ju veç për ara, po na informove dhe qysh do të më kanë edhe një primi suksesshëm. Edhe tanë që kom posi suksesa të fëmija, edhe kur fëmija me nuk i din problemet me ku në kam, çka kom posi, të kom posi. Bili mjetë hatrin qoftë që nuk ma përshëndeti një kushia, po një rrethës, po fatë barësisht, hala se kom një për dikujna, më thoi një ki... Po kështu si prind, a ke qenë pak... Jam pak që temperament. A ke qenë? Jam që temperament, pa drejten nuk e dëroj, me ngu se ngu që asë kom, po pa drejten nuk e dëroj. Ja tham atë për atë, nuk lo me vujt në zemër, po e tham, edhe jam i shlirshëm, shtë menera je... Super, super, sot kemi ardhë me folë për ara, por çdo këshillë e mirë është të mirën edhe në tonën, edhe për mu si gazetare, po edhe për shikuesit që po na ndjekin. Mirë se keni ardhë. Shado se na kena ardhë sot për ara. Po. Për çka është e mirë që kjo arë, për shëndet? Për gjitha s'po dita që i cëllë... Ja, në që ashtu si në kaj. Pani që mërë aty me. Aje, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ara për... Ka veti ushqyse. Po? Normalizën që tensionin. Tensionin normalizën. E ushqen të rumin. I dyrnat e arës janë shumë shëndetshme. Po. Shumë shëndetshme. E për formën që e ka paka shumë si trurit, a ke mujtë me ditë pse e ka formën? Po për që ta jam e të to që ka shëndetshme shumë. Si ta fish të rumin mirë, jetë gjitha, okej. E cilës moshe e kështë preferu më ngu në shumë arra e krejtë? Gjithë. Pak të mbili 4 kokra pas 5 kokra. E me të për me hangë shumë arra? Jo. Nuk banë, sa arra në ditë? Për me kohën normal 4-5 sopa në ditë. Në gjesë, bilej me gjesë shumë mirë. Se ka veti ushqyse. E këtu janë shia ma e mirë? O, ma e mirë. O, ma e mirë, o për 30 herë se vetë në Kaliforni që kultivohet edhe zhvillohet. Se i kënë që për analizë dhe atë. Janë 30 herë më të mira se në Kaliforni. Janë disa herë më të mira se në Turqi, në Greqi. Po, a keni pas interesën prej vendët të jashme me bu eksport? Po. A keni? S'kem sasi.
Nuk keni sasi. S'kem sasi. Ata dojnë kontratat moja. Nga s'mujna me ardhë, në janë në pyetje dhe 5-6 vite, duke i përfshi dhe kolegë tjerë, fermera tjerë, që tanë që më bën një pikë i grëmëllëse e fuqishme që mën në kontratat afatgjatë. Po edhe 5-6 vite, po thuaj se do Që të veç e është mrina. iniciatori i parë që kemi bo Na eksploatorë. kena marrëveshje, jemi të dërgu nga sasia të ulla, po në kontratat moja jo, se duhet me bo Po ne sasi. thash edhe ma herët, Avdel, që jeni prej të parëve që ja kemi Pejtë parve jam në Kosovë. në Kosovë. Pejtë parve jam në Kosovë që kam fut këtë danë. Janë fut në tre vena. Në Leçan, në Mamush edhe në Podijevë. Qëllimisht janë kam. Për me po treva të qyshen. Tre venat i ka funksionu. Jam njeri i eksperimenteve, rrisive treja. Po. Ka Këtu- njëri ka dërsa këtu- të hapë, nashta dhe Këtu kam vende për mbjellë punë. këtu kam sjell edhe fidonet të Gishtonës, edhe aty ka përshtat. Po. Edhe atë pjesa në të investoj njerëz. Edhe pse një kosto shumë e lartë të fidonit në Gishtonës, është shumë profitabile. S'jam e gjelloz, unë e knosa ku shoh dikun punu me tokë. Kjo është shumë e mirë për juve, edhe Se- kushtojnë që sheki zamën të se- asile dhe zote. Se kem ku tulëm kafe në nej kem që ka flasëm. Po, S'mirë me politikë. mas mire. Jo, që jo tham dove që po thuj një katonar, shërë Ramabajës, që pe katonar vaj han, mas të fyni katonart. Se katonar jem gjithë, Krejt jem ka të nërë, krejt jemi katonart. e vërtet. Edhe ajnë hanë që shkon hanë vi pe katonarve. Jemi shtresa ma në dritën e njerëzimin në tokë që shkel janë një fermerë. Se aj me thoj e nëzirë ushqimin. Po besoj që është uarë dhe një kohë që do të mu krenu që jem ka të nërë. Edhe hiq nuk kem shefi ato, edhe jam krenor që jam katonor, se Po, atu ku shkeli atu e nëzirë. e vërtet, Abdel. Kaç- Ato jam ka të nërë. As mu së mvje keq me thonë që jam Ornone. katonare, që ma gentleman se një njeri rrët në qytet. Po vazhdojna me këshur procesin Okej. tjetër, se metëm që të volla. Që tu të me thoni pastronorat. Po, që të pastruan arat Po, me tri makina, po. që kam që hep procesin. çdo ditë 4 orë në ditë ja kushton pastrimit të Pastrim. tarrave. Që dhe me tha 5 orë, 4 orë vjelëm, Mhm. 3-4 orë pastrojmë. Mesatarisht 8 Ty vën orë. 8 orë i kem punë të rregullta. Po, Dhe me tha janë 10 ditë deri 20 ditë vjelje. po. E apo argjën rrym pajisjet, a se dhe Argjën është rrit rryma. Argjën rrim. A ju ka prun ngecje pak në biznes, po, kjo rritja shumë. rrymës? Vjetë sënë me pompa i ujiti, Mhm. vjetë kam argju 140 euro rrim Muje. në muj. Tash? Këtë vjetë kam argju 285 euro në mujtë, 100% ma shumë. 100%. E ap ju ban me menu me lan biznesin këto sfidat që po jap Jo. janë shtetin këtë Jo, rast. që duhet me ba që i përpjekje me ngrit me solare, i diçka. Mhm. Që me animu. Besoj që shumë shpeti do të arrijë edhe ato, Po. që me prodhu rrymen bilit pakten
E qyshe sezonën. pretet këtë parritjen e rrymës? Qyshe bëni munisi për me? Shumë rënë, shumë rënë. Se na nuk e nxerrëm parën për çdo muaj apo javë. Në të mëtë mujën e hinere vjeli alën. Po. O shumë e rana. A shpenzimet janë thuja ditore, mujore ki. Shpenzimet. E vështirë më marrë me... E vështira, po ja vlen. Se nërsa sa po mendon që po ki fitim, veç po vjen një faturë e rrymës. Po vjen një faturë e rrymës, shpenzimet e jetës janë rritë shumë. Në bazë të kostës të rrymës po rritën gjitha. Po e vërtet. Tash një rrymje e mishit të frest, aja kushton. Po. Nëse e blen 10 euro 1 kilogram, deri sot shpenzohet ajo ty po të kushton 20 euro. Po. Me rrymë me ato. E çu funksionon kjo makina? Që mujna me provu? A mushet me ujja? Jo, ujtë, nuk e dhja kam të Vet shutur. janë, në rregull. Nuk e dhja kam ujtë, e në shutur. Jo, e kanal atje. Se vjen 2-3 vene, ja, mushet me ara, edhe në shuhet ujtë edhe gjun ujtë rrethit, edhe e pastron. Dikun për 7 minuta. 7 minuta. Teknologjia mirë që Po. pa avancon. O që kapacitet vogël janë tu, më duhet me investu në dritëm tjetër, Po. makineri më të moja, se ta është edhe prodhimeve që ka shku hitu rritu. A pa të vështirë mja marrë dorën ty dhe Jo, janë të leta, veç që duhet me pas kujdes. Po. Se cila makineri duhet me pas kujdes. E rezultatin final të arrës ku e kemi? Që i rezultatin finale kemi këtu, këtu e në pa pastru, Po. këtu hinë në procedurë të pastrimit, Po. qitën këtu bëhet kullimin i ujit, kja është rrjetë fusht, rrjetën fusht, Po. Pastaj i vendos? po. Ku i vendos pastaj? I vendosin në gajbe, i pej gajbe edhe disa shkojnë për treg, i disa i shtin për terja. I fus në terje, për terje natyrale, jo me në terje të shpejt. Po. Do me thonë... Se edhe ato, edhe ato e një kualitet që më në u. Terja shpejt me terje natyrale. E do shta me të pyte dhe të fidonat atje, do me thonë me kimikate, kështu me i sena ju qetë arab? Ushqime po. Ushqime hiplerime, po. Po. E kështu na i sen për mu rrit ma shpejt a ka për arab? Ja, ato hi në ky përdori. E a ka? Ka. Ato hi në ky A janë përdori. rrezikshme me përdor? S'muj tham që janë hitë të rrezikshme, po edhe më në nëshon shpejt, më në shpenzon shpejt. O si kur hi një sportist, shumë ka mos kyç të fort, po mos përdorimi tina vjen. Proteinat dhe rest. E proteinat bin. Po. Edhe tanë që edhe të bëtë që deformimi i trupit. Edhe Me mujtë, sa ma pak mi ik aty në ma mirë, sa jetë zëtësia më ma gjatë. do me thonë, kjo është rezultati final i ara. Po, finali ara. Po, jo vetëm kjo rezultat, se ju mirëni edhe me prodhim vendor të rakisë shpisa, po. Po. Raki e cila Pak. prodhohet prej këtyre arave. Prej këtyre ara, po pe ara vgjellë E bërta. na nuk e kem njëtë sot me shku, pa e këshyra dhe qëfar raki e ki. E shqyqojmë tani. Se arat mira, po rakia qëfar është? Himi si më kini arë mrana, fi pjallë qësë. E, vazhdojnë ato, peqojnë me këtë raki. Po. Hajde. Këtë raki e prodhoni vetë. Po. Është raki e arës. Raki e arës, njoma. Dikon mas 20 dite që kanë fillu me i më zhvillu. Po, me një herë do më thonë. Po, qëtë herë.
Kjo është e mirë edhe për gripe që shetia. Mush më shumë më pak? Mirë. Mos më kushto tash nga me. Është e mira. Edhe kamermonit një. E të bona tash unë ekspert e raki spaj pak, një farire. Ka jodë shumë. Apo? Po. Ka jodën e arës. Mirë se ke arë. Po e mbyllim edhe këto intervistën. Po. Po mi të regon vetit e arrat. Po. Në këtë raki, për çka është e mirë kjo raki? Është për gjëndra. Është shumë e mirë. Po. Kryesisht me ngjese. Ka alkohol, ka arë, ka mjalt. A po ka interese me ble raki Ka arrat? shumë, po s'punojmë në shumë. Pse nuk Punoj punoj me beso shumë? për nevojat mia. Okej, atëherë hajde dhe një gëzuar. Gëzuar, E faleminderit e shumë mirë që se na ke jeni ardhur, dyrt. e suksese. Shumë faleminderit.